Genda, përshëndetje, si është situata në Fier, çfarë është duke ndodhur? Do ta mbajnë socialistët mandatin e 12 apo jo? Juli, të përshëndes, në fakt ka nisur prej rreth 2 orësh edhe numërimi këtu në KZ numër 60, më e madhja duhet thënë për bashkinë e Fierit. Kjo pasi numëruesit e Partisë Demokratike para ditën e sotme kërkuan që të bëjë një pezullim për të çlodhur, pra me këtë argument ka ngritur këtë pretendim, ndërkohë u vendos me shumicë të votave të komisionit që të riniste numërimi në orën 14, në orën 16, diçka e cila nuk ndodhi, dhe më pas është vendosur që të vijojë numërimi me 2 numërues, një nga Partia Socialiste dhe një nga Partia Social Demokrate, që ka vijuar tashmë prej rreth 2 orësh. Kjo sipas kodit zgjedhor është e lejueshme, edhe pse nuk është PSD, pra është PSD numërues, pra në 2 numërues në secilën nga tavolinat e votimit. Kjo pasi është çdo vot është e monitoruar, qoftë nga kamera e trupit, ashtu edhe nga kamerat ambientale. Sigurisht kjo është kontestuar nga eksponent të Partisë Demokratike, nga shtabi i Partisë Demokratike këtu, por megjithatë numërimi ka vijuar, le të themi, sa i takon pyetjes nëse do të mbaj apo jo mandatin e 12, duket se janë më optimist anëtarët Partisë Socialiste këtu dhe shprehen që mund të jetë kjo shifër edhe më e lartë, dhe pse jo të ketë edhe një mandat të 13, po themi, për qarkun e Fierit. Ka vijuar pa vonesa dhe pas një incident, le themi, deri më tani procesi i numërimit në këtë KZ, që në fakt është edhe më e madhja për bashkinë e Fierit, dhe sigurisht ka edhe më shumë 97 kuti votimi kanë qenë në këtë KZ, dhe do të ketë një peshë të rëndësishme, po themi, në përcaktimin e mandateve që do dalin në këtë qark të Fierit. Nëse do më lejosh që të bëj një pasqyrim të paktën të gjithë qarkut, nëse do të kemi edhe kohën e mundur, atëherë nga 285 qendra votimi të numëruara, nga 587 që janë në total në qarkun e Fierit, kanë votuar për Partinë Socialiste 63.6%, pra nga votat e numëruara, e përkthyer në vota ka 46.677 vota. Kryeson gati 2 fish, 3 fish më shumë se sa Partia Demokratike, e cila numëron 18.166 vota, e kthyer në përqindje 24.7%. Për të vijuar me Partinë Koalicionin Euroatlantik, 629 vota janë numëruar në të gjithë qarkun e Fierit deri më tani, ndërkohë koalicioni Djathtas për zhvillim numëron 785 vota deri në këto momente në të gjithë qarkun e madh të Fierit. Partia Mundësia numëron 1713 vota, teksa Partia Socialdemokrate 1046 vota. E theksoj edhe një herë se pas Tiranës, qarku i Fierit ka një rëndësi të madhe edhe në përcaktimin e këtyre mandateve. Ruan 12 mandat Partia Socialiste, po janë tepër optimist për të fituar një mandat 13, me sa duket, nisur nga ky trend i fletëve të votimit të numëruar. Pse jo, Genda Dobra, të falenderoj, do të shkoj tani te